Një grua e re, Vera, kthehet nga internimi. Ajo vjen në Tiranë pasi ka humbur prindrit dhe të dashurin, por edhe diçka tjetër më të çmuar, fëmijën që do ta kërkoj kudo. Për këtë e ndihmon edhe ishi dashuri, Dritani. Por edhe miq të tjerë si Niku, një gazetar dhe pronar i ri televizioni. Zonja Vera, më falni një minutë. Dua të flas me ju. Së pari të njihemi, unë jam Niku. Ai ka dashur Almën, e cila një ditë e gjen atë me shoqen e saj të ngushtë. Ai pendohet dhe i kërkon ngado. Në Itali, Alma njihet me Valbonën, një piktore re që ka rënë në dashuri me pedagogun e saj, Petritin, edhe ky një ishi internuar dhe mik i Verës. Thjesht janë situata që ndonjëherë vin vetë. Po ti si ndodhi që erdhe këtu në Itali? Ti do të bosh e imja se s'po. Por Vera njeh edhe njerëz të këqinj. I tillë është Perlati, një ish sigurimës dhe jetues në të shkuarën. Qëro jashtë! Edhe po s'kuqo më herë tjetër t'i afrosh dhomës! Se të mbes! Qëro! Do të ka paguar! Tyrsi! Ndërsa duan të kthehen në Shqipëri, dy vajzat bien në kurthin e trafikantëve. Një ditë Dritani njeh në televizion të dashurën e tij, Verën. Ajo u zbulon se fëmia e saj nuk ka vdekur. Ndërsa një ditë, Niku zbulon se vajza që ai ka dashur është strehuar në një qendër rehabilitimi. Dy gjimnaziste të reja që vijnë nga familje të kundërta shoqërohen bashkë mes konfliktesh dhe përplasjesh familjare. Po je vogël se e vit parë. Votare në ati anë. Do shta meritoja më përpara këtë shkollë. Dora që nuk ka fshohet? Puthet? Po, sikur... Haj. Agroni, punonjës policie, përpiqet të kryej detyrën në luftë me krimin dhe trafikun. Ti më vështron kështu dhe mua më duket sikur jam lakurish. Nuk e gjveshëm nga trupi, e lakurish në shpirt. Si? Riqet, nuk ka për djetur gjë për ne. Pa mos më ditë me parasyve. Mos kime në. Ndërsa Zyraja, pronare e një firme ndërtimi, vendos lidhjet mes botës së trafikut dhe disa pushtetarëve. Valbona, pas incidentit, kthehet në Shqipëri dhe takon Petritin. Jam i zëmëruar, sepse student jam me mirë e gjithë kurseve. Student jam me talentuar, doli zhgënjimi im më i madh. Ndërsa gruaja e tij, Violeta, largohet dhe e lë atë vetëm. Ha, ti fli langosu. Unë nuk duroj dot më. Çfarë i ke bërë fëmijës ti? Vera kërkon fëmijën e humbur me shumë këmbgulje. Ajo do të sqarojë ngjarjet e së shkuarës dhe rrethanat e zhdukjes misterioze të tij. Në atë periudhë. Keni qenë hetuesi kushëriri tim. Ai në të vërtetë ishte dënuar për vjedhje, po ju si devotshëm që ishit, i rrasit edhe një 10 vjet agitacion dhe propagandë.
Nuk më kujtohet. Po vjen. Një ditë, Valbona takon Almën në qendrën e rehabilitimit. Nuk është ajo. Zana, shpirti... Bën edhe sigur flë, ë? Qo. Çfarë është kjo rëmuj këtu? Çfarë është kjo rëmuj me ty po flas? Çfarë bën me vajzë? Ë? Gjithë ditën punoj për ty. Ma nxive. Çfarë bën? Ku e ke mendjen? Ku e ke? Tek shkolla ja ke bërë naftën. Ku e ke atë drejtshmendje? Ku e ke? Apo më shikon ato qelbësira aty në televizor që edhe mua më vjen turp t'i shoh. Hë? Më shikon dhe me inat, ë? Ke ndonjë profesion? Në fakt, jam vetëm me gjimnaz. Valbonën e kërcënojnë. Ajo është rrezikuar nga trafikantët. Shpirti ju rron. Ndërsa mua më ka vdekur shpirti edhe trupi më zvaritet. Si fantazm. Ai nuk të përmend fare. Ringrysur. Një natë, Alma takon motrën e saj, Dorën, por kupton se në familje babai nuk do ta pranoj. Alma motra ku po shko? Pas ka në nën lulkat, e? Si kështu? Më lërë të qetë. Edhe ty të ka zënë reforma? Kështu të pasha, e? Ja kështu me shiu dhe zheput. Po më lërë më të qetë të tash! Do të më shosh, do të punoj! Alma, ndërsa largohet, në konat, një dore kap papritur. Ajo bie përsëri në kurthin e trafikantëve. Kujtove se shpëtove, Çdo gjë ka çmimin e vet. Po, përderisa ai ndodhet në këtë botë, çfarë si ka se sa i rëndë është këtë çmim? Ne nuk duhet ndërpresim rrugën tonë. Dhe përderisa ai është midis nesh, ne duhet ta vazhdojmë së bashku. Zana, ape derën dil, Zana. Zana, mos e përdor sa s'është vonë, Zana, dil, Zana. Zana, dil. Qa po tërdëllishet e dera, ha? Kështë të ka dërguar të më ndjekja? Haj polici baba jo do të mbys, pa hape goj. Unë do ta pres deri sa të dalë. Sepse e ndjej nga stili, nga ngjyra që këto janë pikturat e një studenti tim. Edhe kur ta takoj, do t'i puth duart. Sepse nuk
Nuk më ka zhvynyer. Një ditë, dritanin e kërcënoi në mes të qytetit. Kush i ka shtyr ata? Ai fotografon makinën e provokuesve. Jepi kokën. Ora prit një sekond, mes natës do ikim. A më lëri mos. Ana, çfarë ti? Ha? Çfarë ti? Çfarë ti? Mos më prit me dorë, mos gara! Policia bie në gjurmët e kriminalëve. Një operacion i gjerë i detajuar nga Agroni kërkon t'i shtjerë në dorë ata. A do të mundin? Si po shkon operacioni? Vazhdojmë ndjekjen e personave. Duhet të më lajmëroni për çdo gjë të re. Po kuptova, për çdo gjë të re do raportoj me një. Kujdes mua dorzonin! Dorzon! Ik tash më. Ora ik më shkardhat me gjithat pistolet futi. Më shkardhat futi. Do vate. Mos lëviz, policia.
6-1-50-82. Ju dëgjoj. Ndodhen dhe ngjarje së bashku me autorin e krimit, viktimën dhe armën me cilën shkoi krimit. Shumë mirë, shoqëroni për në organ. Po kuptova, vazhdojmë shoqërimin e personit në organ. Për gjithçka të rreth mjoftoni. Po kuptova. Mirë, kujdes, kujdes, mirë, kujdes. Atëre ktheu. Natë bagazh. Mirë. Dëgjo, fotografinë e fëmijës mund ta gjeni në internet në www.shpresa.com. Po. Jo, po ne kemi të dhëna se në atë kohë, në atë zonë që ka qenë fëmia, kanë ardhur për ndihmë edhe Kryqi i Kuq ndërkombëtar dhe Karitasi. Po. Po, të lutem bëni të pamundurën. Faleminderit. Kujton se nuk e ka marrë vesh. Edhe këtë surprizë mas zbulove? Po çfarë të keqe ka këtu njerëz që je kaq e mërzitur? Dëgjoj mua. Edhe na las ta kenë çuar fëmijën, ne do ta gjejmë. Ç'fëmijë më i Shpresa. Nuk i paske parë lajmet. Kanë arrestuar dritanin. Zoti për latë nuk dore dot më. Nga do që vete më qepen gazetarët. Se s'thua që ke bërë famshme. Dëgjoj, qofse nesër del fotografia ime me gjithë emër, unë atëherë do detyrohem. Çfarë do detyrohesh ti? Tani që je ngjitur në sfera tjetër nuk bën dot shaka më, ë? Raportin e more edhe po guxove të thuash të kundërtën e atyre që ke pohuar, psikiatria të pret. Mos më keq. More vesh?
Po të doli emri e fotografie, shtë keqe ka gjënën. Për kundrazi, të rritet nderi. Mos harro ku ke qenë, ë? Edhe ku je sot? Bëjë më njohësi. Hajde tani. Shtuku. Edhe mos të shikoj më të zyra. Ti je një monster! A mundem, Niko? Timin e kam lënë në zyrë edhe. Po. Alo, Mira? Alo? Vera jam, haj, thej gjë. Jo, më vjen keq Vera, akoma nuk ka ardhur nga puna. Të lutem, Mira, të lutem bëje për mua, a? Ja, po presum. Po, pa tjetër, mos ke merak. Alo? Ja, foli. Niko është për ty. Alo, Niku jam. Përshëndetje, jam Valbona. Po. Unë mora të thoja se Alma ka ditëlindjen sot. Po. O Vera, e ke bezit ta mbarosh vetë këtë punë se ka ditëlindje një shoku jonë edhe na kujtuan me telefon, isha harruar fare. Pa tjetër. Se ke problem. Jo, s'pa. Ika. A do të ndihmoj Dritanin. Unë do të bëj timen. Pa tjetër. Si ndodhi? Të pash në televizor edhe u trëmba për ty. Mos me qenjë. Jam mësuar me këtë jetë qenqë. Po ai tjetri? Ai tjetri iku. Ajo bushtra vrau. Jon. Shkësa radhë shpëtova për qime. Si u ike? Lërë këto mua betër, si gjatë. Ja u dha lumit. Çfarë do bëjmë tani? Si tani? Tani asgjë. Dua pasaportën. Asgjë tjetër. Dua tani shpejt. Ik tek ata miqtë tu. Dua në dorë, e kupton apo jo? Ik. Pa merak. Ik po them. Ik. Unë e njoh shumë mirë. Dhe jam e bindur 1000 herë se ai është njëri i ndershëm dhe i drejtë. Ndoshta i ka ngritur ndonjë kurth edhe. Sonja Vera, në drejtësi nuk flitet me retorika. Flitet vetëm me fakte. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me fakte shumë kokfort. Me sa ka marrë vesh unë, ai është kapur në flagrancë. Edhe më pastaj e dëmtuara e ka denoncuar. Shiko, unë jam e sigurt. Të lutem, zonja Vera, asnjëherë mos jeni kaq e sigurt. Ai nuk i ka për herë të parë këto veprime. Me sa kam dëgjuar, ai ka edhe një fëmijë të jashtëligjshëm. E dini ju këtë?
Besoj do të pëlqej. Këto piktura më ngrohin. Japin dritë. Më ngushëllojnë thellë në shpirt. Shtë pas ka hipur me flokët e mi të sot. Sepse i ke shumë të bukur edhe nuk ditin bash. Zana, sot për drejt do të na vinë disa njerëz. Edhe do të festojmë sepse kemi hequr qafe një ferë që na ishte bërë në përkëm. Do ulesh dhe ti me në tavolinë? Vetëm të lutem shumë. Të lutem shumë, mos rri me nerva edhe mos fol budalluqe. Mama, as më qatë fare për ata. Unë bërë qëfar të dua. Jo, ti bën çfarë të them unë. Në rregull? Se këtë vil edhe ato pallate që ndërton ajo firma jon, pa ata nuk do të kishim asnjë kiosk. Ai ministri në fakt nuk është burr i keq. Është pak kështu, nëse varja. Por ajo e shoqja sot është një nepërk ajo. Gjë nuk i shpëton, gjë nuk i shpëton. Edhe që të themi të vërtetën fare, ajo sot vjen këtu për ty. Për mua? Po. Ata kanë një djalë që u ta dërgojnë në ambasadë në Londër. Me që e duan të fejuar, pse mos përfitojmë nga rastin? Dashke të me që shafe ti mua. Të pas kam turpëruar, apo kam një losur deri në familjes unë të. Pse fillon të mi ngresh nervat, Zana? Pse mi ngre nervat? Mama, unë do rri këtu për inatin të do bëj çfarë të dua, do sillem si të dua. E mbaj unë në dorë jetën time. Merr vesh? Jo, nuk marr vesh, sepse ti do të bësh çfarë të them unë. Morë vesh se ma nxive jetën. Shiko këtu. Zana, Zana. Çfarë po merr aty? Çfarë po merr? Zana, mos më ngri nervat, Zana. Dëgjoj. Zana. Hapemi derën. O Zana. Alo. Ha Berti. Po jo më jo. Jo më sa iket ja sa i rand fikët. Nuk e di, është bërë gjysmë njeriu, është çoroditur fare. Aha. Po jo më e griva internetin. Nuk kam gjetur asgjë deri tani. Ata e mbaj me shpresë, kuptohet. Po. Po jam thuaj ti, si t'ja bëjmë? Lihet i vetëm ajo në këtë moment, fillikat. E di si them unë Berti. Po sikur ta anullosh atë biletën time dhe të nisesh vetë kësaj radhe. Ha? Mirë. Jo, nuk e kam këtu. Doli, nuk e di, piu një kafe më tha se donte që të dilte për ajër pastër. Nuk e mban vendi. Përshëndetje. Albona, do të vija unë tek ty, po bëre mirë që erdhe. Më kanë kthyer veprat e humbura. Apo urime. Faleminderit. Po. Sa e mirë kjo. Këtë e mbaj mend. Çfarë ngjyra është mirë. Kam edhe punë të tjera, po i kam vendosur gjithandej. Po të kam sjellë ca skica. Janë të studentit tënd. Nuk më duhen skicat. Më duhet studenti. Më ke thënë që e ke shoqëruar gjithandej në Itali. Ku për shembull? Po për shembull në Rom, në Firenze, në Venecia. Edhe çfarë ke parë më shumë në Venecia për shembull? Kam parë atë rrugën e famshme që ke shpjeguar në leksionet tuaja. Udha e shqiptarëve. Të kujtohet.
Gjitëm dhe një klap shqiptarësh me një barelief përkushtuar rrethimit Shkodrës, të 1414. Po që ishte më interesante ishin ca lokale zbukuruar me freske nga një piktor shumë i famshëm, ky shqiptar, Viktor Kapaçi. Ky studenti që konkuroi në Akademinë e Firenzes, me çfarë vepre konkuroi? Ky studenti konkuroi me portretin e zonjës Shkodrane. Qartë. Unë kërkova në internet. Po? Të gjithë emrat e atyre që kishin konkuruar në atë vit dhe pash që ai që kishte konkuruar me këtë vepër ishte ti. Do të më beson tani. Unë nuk të besoj. Vërtet? Ti kërkoj falje. Shumë falje. Me këto duar do të bëjmë shumë punë bashkë. Edhe unë duhet jemi sinqert. Atë fotografinë tënde është e vërtet e kam mbajtur në libër. Shumë, shumë gjatë. Dhe në mbrëmje studentore, kur të pash shoqëruar me gruan, mendova që nuk duhet prishej lumturia. Ndaj dhe e kam patur gjithmonë të parritshme. Dhe nuk kam patur kur guxim që të shpreha ndjenjat e mia. Asgjë nuk mund të më bëj më të lumtur se sa ty. Asgjë. Ndërsa unë i marri të përbalta desh të largoja. Po ti je angjëlli im që ka dërguar Zoti prej qiellit. Dhe më jep shpresë, më ngazëllen, më jep jetë. Asgjë nuk mund të ndaj më prej teje. Tani e imja. E imja. Burgu thonë është për burrat, por ai nuk duhej të hynte. Jo, nuk duhej. Çfarë të bëj? Si gjeta? Ata shkërdhata po më sjellin vërtet për një pasaport, ti e kupton apo jo? Po e di, more. Do t'i vras, do t'i mbys. E di, more, mos bru kështu. Po çfarë të bëj unë? Çfarë? Liçi fajin e ke vetë? E ke vetë ku s'ja futet thonjë në gryp që kur e kisha atje në burg. Është bërë avokat tani dhe më shihet si një mi. Po dëgjoj mos mërzit. Sa të erët edhe unë do të shkoj përsëri. Jo. Kësa radhë do ikim bashk. S'ka më vetëm. Do të ma paguaj një për një ata shkërdhata, ti kupton apo jo? Ec. Co bojnie do tego, tak? To skąd z tym, a? Pogodę. Hyni! Oh! Hajde. S'ka nevoj për dokumente.
Unë njoh se kush je. Ulem. Më vjen mirë që më në fund të bëm kolegë së bashku. Porime. E ti që të ka vetë hatri pak nga unë, por ti e nga ta që i falë shokë. Jo, shkëm pim një kafe më mjenë? Jo, këtë radhë nuk kam ardhur për kafe. Atëhere, me se mund të ndihmoj? Thonë se një nga të burgosurit e tu të dikushëm është bërë kapobando në Itali. Nga e dini ju që ka qenë i burgosurim? E gjeta në arshimin e Ministrisë Brendshme. Në dosje është edhe firma juaj si hetues. Ja ku është. Shikojeni, ju lutem dhe nëse e njihni më thuaj. Po. Edhe është një person shumë i rrezikshëm. Që në atë kohë është dënuar me vdekje. Por ndodhen ngjarjet e vitit 90 dhe ai shpëtoi. Thonë se hyn edhe del në Shqipëri me dokumenta falso. Te nuk e di. Por, sikur t'jetë e vërtet, do t'a vrisja me dorën time. Kur i vajtë Angjeli, gati sa nuk mbyti. Okej. Faleminderit. Kaq kisha për këtë radhë. Mirupafshim. Dal, agro, pini kafe. Një tjetër. Ja, sa rritë, më. E kam mbyllur, më. Po e kam mbyllur me maskara, e kam mbyllur. Ti më the që ishte këtu. Po duhet ishte këtu. Mirë, hajtë se i gjej unë atë, ja tregoj unë atë. Po ku humbemi Vera? Nuk dija ku të kërkoja. Mos më fol, po desh. Po këto që janë? Nuk i shikon. E si të randor? Isha në burg. Në burg? Tritani ka kujtuar se isha e shoqja dhe i ka dhënë gardianit burgut faturën e fotografive. S'di që të bëj me to tani. Po të dalë borqit. Merë masë sa nuk është vonë. Ndryshe, u dojgje. Qka për pak? Maj pak celular. Të ndrova kodin. Ky që kishin, nuk vlerë. Edhe timin e kom të rorë. Që sot e tuti mos më merë më në telefon dhe mos u tuk në syra. Kartë. Jo, mirë qeti. Pse shkove një? Të bëhesh më keq. Nuk po e kuptoj as pak të për ulljen tënde. Ai të ka treguar vendin ndërsa ti më shkon në burg. Nuk po flas për fëmijën këtu. Për fëmijën ke drejt. Është shpirti yt, është gjaku yt. Edhe fëmijën e kam harruar. As Dritani nuk më hyn më në sy.
ka përpir një dhimbje e madhe dhe jam si empire, nuk ndjej më asgjë. A e di se kush ishte avokati i Dritanit? Riu më i poshtër në botë. Është të mërshme. Pa shiko këtu? Ç'të jenë to vallë? Ai nuk ka pasur problem fotografit. Diçka fshihet në këtë mes. Që më qënë zoti për ratë? Kam gjithë ditën që u kërkoj. Kom qenë në gjyq. Ç'është ka ndodhur? Në gjyq, e? Po? Po e mazi kusht. Ata, punon. Thire lutem urgjent. Thash pra që po punon, Ore, thire po them, maskara. të lutem mos ndërheq arrim. E dini se keni të bëni me një avokat? Dëgjoj ti, unë avokat se ty bëj nga një çdo mëngjes. Edhe thire tani po them, nëse do që ta mbash profesionin nesër mëngjes. Morë vesh? Prit për jashtë aty. Më mani mon, zotëri. O tani. Kështu po torturoj atëherë dhe tu si, në burg. Për t'jorë njësa tragedi. Për që së more tua pasaportën. Për ndryshe. Më falni, cilat janë provat e korrupsionit, të lutem. Nuk prononconi. A mund të doni, mund të thoni si Silvia Konde shqiptare, çfarë raportesh keni patur me zotin ministër, ju lutem. Ana! Ana! Dua të bisedojmë. E ti si ata je? Ana, unë nuk kam ardhur si... Nuk dua të dëgjoj asgjë. Ana, nuk kam ardhur si gazetare, por si Vera. Të lutem. E kupton që jam shumë e lodhur nga gazetarët, nuk kam nerva. Ana, dua të di ç'të shtyu të marrësh me qaf Dritanin. Dua të dëgjoj asgjë, jam Do të shumë më e lodhur. dëgjosh se s'bën. Unë të njoh shumë mirë. Kush të shtyu të marrësh me qaf një njeri të ndershëm si ai? Fol, kush? Askush. Askush nuk më shtyu. Ai është një Don Juan, një pashbir, donte të më shfrytëzonte dhe mua, si atë tjetrën që lash ta xante braktisi. Ajo tjetra? Jam unë. Si the? Edhe ai nuk është as Don Juan edhe as i pashbirt. Ana. Ana, të lutem.
Vera. Vera. Të lutem hape sytë. Jam shpresa. Ana. Edhe Ana është për të më shpyrë. Të lutem qetëso. Ana. Të tjetë më keqë. Lutem thuaj në mjeku të më qënë të kajo. Qetësoni, Ana. Ti jap unë fjalën se do t'ju çoj pas pak tek Vera. Do shkojmë së bashku. Tani të lutem më thuaj, mendoni se aksidenti ka qenë i qëllimshëm? Nuk e di. Ose. E mbani mend gjë targën e makinës? Jo. Po margën, ngjyrën e saj. Nuk arrita. Nuk arrita të shikoj asgjë. Makina më erdhi nga prapa. Po? Të rruqi Vera që shpëtohet. Se ndryshe. Pse po ju ndiqte Vera? Pse ju ndiqte Vera, të thash? Nuk e di. Mos ndoshta ajo është shkaktarja e këtij aksidenti. Jam unë ajo që e ka plagosur. Pse kështu? Lutem çoni tek ajo. Se duhet të gjithë. Ku për të mërë djatë? Të i shoqja ime, të uroj ditëlindje. Alma!
Flesh, Alma. Duhet të flesh, Alma, sepse je e lodhur. Alma jam unë, Niku. Kam ardhur të të uroj. Hape vetëm një qast, derën. Sa do të them gëzuar ditëlindje, gëzuar 20 vjetorin do bësh 100 edhe pastaj do ikë. Ëndrat e mia. Si ëndrat e çdo vajze në botë. Dua të them që jam penduar dhe të dua. Të dua shumë, të lutem më beso. Alma! Ti që me Niku. Për ta li shpo. Shpo. Më vjet shumë. Dua të pushoj. Të pushoj. Belloja e bardhë. Beti veç ëndër. Tani s'kam asgjë. 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 Nuk do të hapësh? Mirë. Po t'i lë këtu te dera lulet dhe do të vi përsëri. Po mos harro shpirt. Mos harro që të dua dhe të dua shumë. E more akën Agërombregu, Edhe shenjat e gishtrinjve mi more si kur t'isha një kriminel. Kërkon të më poshtrosh? Po, në tërgjegjen time profesionale, unë e kam më të lartë se tëndën. Ti mbetesh një rekrut para meje. Barove? Are u lutem. Çfarë ju lidh ju me pronaren e firmës Bleta? Asgjë nuk më lidh. Nga njihni pastaj. Ju harruat që unë jam avokat? Po. Trokiti një ditë në zyrën time që ta mbroja për disa prona. Dhe ju ja keni marrë përsipër? Jo. S'kam vendosur akoma. Të them të drejtën dhe t'jemi sinqert me ju, për vetë pozicionin jo të favorshëm politik që kam, mua më intereson të lidhem me të tilla biznesmene që janë militante e pushtetarësh. Po më kujtohet se edhe atë ditë në treg ishit shumë konfidencial me të. Po, për intimitetet e mia private, nuk të jap llogari ty. Mirë. Po, miqësia me piktor, dizenjator, fotografin, mund të ma shpjegoni pak? Kam patur shok, që kur ishte pedagog në Institutin e Arteve. Po, më kësha dopsi për pikturën. Kur e larguan nga administrata shtetërore, hapi një laborator fotografish dhe u afruan përsëri. Kohët e fundit, jemi shkëputur. Pse?
Sepse nuk ma fut dot asaj, as ti. Fol qartë dhe leri shpërthimet. Pse je shkëputur prej ti? Sepse fillova të dyshoj. Që laboratorin fotografik e ka thjesht si fasadë. Unë mund ta kapja me preshënduar, por tërhoqa. Pastaj, nuk ishte detyra ime. Edhe gjeta një sebeb sa për të larguar. Çfarë vure re tek ai? Gjeni ju, hetuesit. Unë jam avokat. E kemi gjetur. Ja ku po ju them se në celularin e tij janë gjetur gjurmët e gishtave të tu, pikërisht kur i keni hequr kodin e telefonave. Nuk është e vërtetë. Është e vërtetë. Edhe ato shenja gishtash përputhen plotësisht me shenjat e gishtave që të morëm këtu. Merë. Si vran. Qoftë. Agroni jam. Kapoja është në duar tonë. Po. Kemi arrestime të reja. Po bëhet I tërë zbulimi I rrjetit. U pam prap, ha? E të mërë, blerë, fundrim. Personat e paguar që kanë dashur të asgjësojnë sekretaren, Ana Sinën, janë po të njëjtit persona të cilët kanë kërcënuar me jetë ish zëvendësministrin, Dritan Bregun, përpara se ky të arrestohej. Nga verifikimi I tërë fakteve, ne kemi këtë situatë. Firma e ndërtimit Bleta është një filiale një firme fantazm me qendër në Itali, e cila në fakt merret me pastrimin e parave të pista, që vinë pikërisht nga shpërndarja e drogës. Në këtë rrjet, na është përfshirë edhe një ministër joni. Ministri në fjalë, disa herë e ka shpallur fituese firmën e ndërtimit Bleta, duke I bërë favore asaj. Por zëvendësministri nga ana tjetër ka tentuar pikërisht ta denoncojë këtë fakt. Ministri përsëri I ka mbyllur gojën atij, duke I sajuar alibin e kapjes në flagrancë me sekretaren e tij, me Ana Sinën. Bile ata kanë tentuar edhe ta zhdukin sekretaren. Unë mendoj se përveç të arrestuarve të deritanishëm, ne duhet t'i kërkojmë Kuvendit heqjen e imunitetit të deputetit, pra të ministrit në fjalë. Alo? Po, shpresa jam. Oh, nga po flet? E kur të vish? Po, doli nga spitali. Jana foli. Berti nga Suedia. Alo, Berti? Po. Mirë jam tani. Faleminderit. Faleminderit shumë, Berti. Hajde gëzuar njërë. Edhe të shkuara të haruara. Më në fund është gjetur. Po, është gjetur. Lajmëroni nënën të niset për në Itali. Alo? Alo? Po, shpresa jam. Jo. Ja një sekund. Marim nga Ministria e Rendit. Po, ju dëgjoj. Sapo jemi njoftuar se djali, sipas të dhënave tuaja, është gjetur në Itali.
Nesër të udhtoni, ndërsa pas 2 ditësh keni një takim policinë italiane. Ata do t'ju shpjegojnë çdo gjë. Ju urojmë ta gjeni vërtet fëmijën tuaj. Hollësi po jep dhe televizioni. Mund ta ndiqni. Faleminderit. Djali ka përmendur se është marrë nga një grup i ndihmave ndërsa jetonte në një fshat të thellë në veri të Shqipërisë. Ai nuk njeh nënën dhe babain e tij të vërtet, por u shpreh se është rritur me mundime të mëdha nga një familje varfër fisnike malsorësh. Vazhdoj me lajme të tjera. Ja, erdhi fundi. Jeta ime ishte plot trazime. Si e të gjithëve. Por ajo mbetet e bukur. Si kjo ditë kur unë shkoj drejt fëmijës tim. Më në fund. Vërtet do ta gjej vallë. Më duket si ëndër.